Kemi lindjen e Isu Krishtit, i cili vendoset në qendër të ikonës. Pranë tij qëndron ëma e tij, e tërshenjta Mari, e cila është e veshur me një mantel të kuq. Shpella është e errët, tregon pikërisht errësirën e mëkatit. Në ikonë kemi Josifin, i cili është kujdestari i Marisë, jo burri i Marisë, me flokë të bardha. Ai ishte në moshë 80 vjeçare. Në ikonë paraqitet një shtat shkurtër. Ky është djalli i cili i fut dyshim me Josifit për Marian. Barinjt ishin prezent në atë moment të natës së Krishtlindjes. Ishte një yll, ishte një lëmsh zjarri, ishte një ëngjëll në fakt që ndriçonte për të orientuar barinjt, por gjithashtu për të orientuar edhe magët. Ishin 3 dietar, të cilët vinin nga bota pagane, ishin pjesë e lartë e shoqërisë, erdhën tek foshja Isu Krisht dhe i dhuruan 3 dhurata: ar, temian dhe miro. Kemi edhe kafshët Kau dhe Gomari që tregojnë atë krizën shoqërore që ishte në atë periudhë. Në pjesën e sipërme ëngjëjt lavdëronin Perëndin në më të lartat dhe mbi dhen paqen dhe mbi njerëzit mirëdashje.